Sot do flasim për një nga aspektet më të rëndësishme të jetës tonë, që është komunikimi dhe sidomos komunikimi agresiv, mund të shpreh në forma gangsterët e tastier. Po se luftari i tastierës tingëllon që ku diu, po gangsterët është fiks. Është bërë shqetësuese mënyra se si ne komunikojmë aktualisht, prandaj edhe po e trajtojmë sot si temë. Si komunikojmë. Ne kemi një mënyrë të shprehurit shumë të ashpër. Okej. Gjithashtu arrim dhe në banalitet. Okej. Kjo është edhe pa dallim moshe, e hasim si te figurat që merren si shembull, edhe që kanë influencë si në politik, në media, po ashtu dhe deri ke grup moshat e vogla, 7, 8, 9, 10 vjeç fatkeqësisht, i dëgjojmë në rrugë, në oborret e shkollës që flasin me njëri tjetrin. Nuk dua që t'ja mveshim gjithë këto pasoja vetëm gjatë nxehtësisë. Jo. Sepse e shohim kështu ne si vetëmbrojtje, e kam vënë në re që ose jemi shqiptar edhe ose jemi ballkanës, ose jemi gjak nxehtë. Kështu që gjua e shkatron për të arsye raportin, se në mënyrë pa e kuptuar, në mënyrë të pavetdijshme, shkatron i gryen raportin. Kurse kur ka një lloj standard, Gjua shkatron edhe ndërton. ka lezetën e vet. A janë inteligjent njerëzit që janë ironik? Sepse kështu e perceptojnë veten, ose i japin vetes një lloj shpërblimi sa herë që shprehen me ironi. Jemi live, përshëndetje. Thuaj përshëndetje, të jemi live. Përshëndetje miq, në këtë mbrëmje. Ha. Po hë njërë, vazhdo. Ta hapun. Ja më hape. Përshëndetje në emisionin e radhës, sot do flasim për tema shumë interesante. Fakt është një temë që do deksohet në shumë tema. Sa do jenë përgjithshme e sa më pickuese, uroj të jetë shumë këtë dyta. Qa teme do flasim? Qa teme ishte? Sot do flasim për një nga aspektet më të rëndësishme të jetës tonë, që është komunikimi dhe sidomos komunikimi agresiv, që mund të shprehet në formë verbale, që është forma më e zakonshme, po pavarësisht se po të fundit është bërë dhe me tastier, keyboard warrior. Në e fol shqip, mundohet përdorësh sa më terma, sa më shqip. Po. Gangsterët e tastier. Gangsterët e tastier. Po se luftari i tastierës tingëllon që ku diu, po gangsterët është fiks. I tastierës. Ka thënë një sociolog që gjua është një formë kapitali simbolik. Okej. Pra, gjua ka një peshë më shumë se thjesht fjalë. Është identitet, është kulturë, ka zakone normalisht brenda, ka modele sjelljesh të një populli në nivel kolektiv, ka pattern-a, por këtë s'm vjen fjala shqip. Tashi ndalu këtu. Ishte që ka një kulturën e një populli. Po. Ne na intereson populli jon. Okej. Si shprehemi ne si popull? Ne kemi diversitet shumë të madh të shprehje si popull. Ka nga ata që janë më të kulturuarit deri te ata që thonë dy fjalë e pastaj flasin në vepra, por jo në kuptimin e mirë të fjalës. Jo për mirë, më saktë. Flasin në vepra. Kështu që ndoshta do ta kontekstualizojmë pak në çfarë situatash, çfarë rrethanash, në trafik, në ambient pune, në familje, në Tiranë, në një vend më rural, ku diun. Sepse për shkak që më shkruar se kemi shumë diversitet të kjo pjesë e komunikimit. Pavarësisht se ekziston ajo pjesa e agresivitetit tek ne për shumë arsye, sepse në shumë vende që ka vështirësi ekonomike, ka pabarazi dhe si pasojë stres, krijohet akumulim. Dhe ky akumulimi sjell frustrim tek njerëzit.
Dhe njerëzit janë si ajo valvula e sigurisë. Mbajnë sa mbajnë edhe diku do shfryt. Duke qenë se ne vim nga një shoqëri komuniste, ta trajtojmë pak edhe nga ana Okej. historiko, sociale, psikologjike, filozofike. Okej. Nga çfarë ndikohet forma e të shprehurit në popullin ton? Nga çfarë ndikohet forma e të shprehurit? Forma aktuale po flas, nga që e kemi problematik të madhe aktualisht mënyrën se si shprehin shoqëria jonë sot. Po, shprehim qa rrethana, ku shprehim mendimin ton diku, ku shprehim një ankesë, Gjithë përfshirës do Apo- të them, gjithë përfshirës. më shumë në temat përgjithshme. Është bërë shqetësuese mënyra se si ne komunikojmë aktualisht. Prandaj dhe po e trajtojmë sot si temë. Si komunikojmë. Ne kemi një mënyrë të shprehurit shumë të ashpër, Okej. gjithashtu arrim dhe në banalitet. Okej. Kjo është edhe pa dallim moshe, e hasim si te figurat që merren si shembull, edhe që kanë influencë si në politik, në media, po ashtu dhe deri ke grup moshat e vogla, Okej. 7, 8, 9, 10 vjeç fatkeqësisht, i dëgjojmë në rrugë, në oborret e shkollës që flasin me njëri tjetrin në një gjuhë banale. Dhe kjo nuk është as pak e ishme për një shoqëri. Tani, si kemi arritur ne deri këtu? Si kemi arritur deri këtu? Elementi që vjen parë në mendje është elementi kulturor ballkanik. Në përgjithësi, populli i Ballkanit është pak impulsiv, pak më gjak nxehtë. Edhe kjo është një element që është ndër brezash që është kultivuar dhe transmetohet si edukat familjare. Kjo pjesa impulsive. Kështu që kjo është një element shumë i rëndësishëm, temperamenti që ballkanasit kanë. Ballkanasi është shumë gjak nxehtë, edhe kemi edhe çik ndoshta më shumë se shumë kultura të tjera ne këtë kulturën e nderit, që tregojnë fuqinë ose kur dikush na shan ose dikush na shprehet në një formë që është agresive, ne po s'ja kthyem, do thotë që jemi fikacak, që nuk vlejmë, që Pra toleranca shikohet si formë si dobësie. formë dobësie, është kultura e nderit, e kanë shumë shoqëri, po në Ballkan është shumë e theksuar kjo pjesë. Edhe kjo krijon një rreth vicioz. Se duke qenë se krijohet ky rregull i pashkruar që shiko se po të shau ose po ta ngritizojnë ai dhe ti sa ktheve, ti nuk vlen, ti nuk je burr, ti nuk je grua, ti nuk je i zoti vetes. Është shkruar ky keqhutin kur në të vërtetë nëse dikush e reflekton pak më qetë, ndonjëherë të injorosh, tregon që jo vetëm që je zoti vetes, po i bën skip shumë episodeve të mundshme tragjike. Fatkeqësisht siç po dëgjojmë kohët e fundit nëpër media, për një fjalë ikën jeta. Kur dhe mund të injorohen. Sigurisht kjo është e thjeshta ta themi tani në rehatin e tavolinës tonë, dhe normalisht kur ka bërtitura, përplasje verbale, agresion, dhe ne ngacmohemi emocionalisht, kush shumë kush pak, por që ekziston kjo kultura e nderit tek ne ballkanasit, edhe kjo ndikon shumë. Është një element ndikon kulturën, pastaj si efekt shok pasojë domino ndikon kulturën familjare, dhe nëse dikush nuk e kap këtë gjë tek vetja, nuk reflekton, i bën një pauzë, thotë prit tani, unë pse po e riprodhoj këtë gjë? Pse po ja transmetoj në mënyrë pavetdijshme këtij që kthej atij se je nuk vlen, po sa ktheve. Pse nuk po e transmetoj? Do thotë që nuk ka reflektim mjaftueshëm. Që dikush do të reflektoj thotë, a e vlen gjithmonë ta kthesh me agresivitet? Thjesht se dikush nuk ka kulturë, nuk është i sjellshëm, ose po të flet me agresivitet, a e vlen gjithmonë? Bara qera, të bëj një llogari e thjeshtë. Se gjithmonë është një situatë ku dikush po të hyn Në hak. Në hak. Ndonjëherë thjesht çështje egoje dhe pasigurie në thelb. Në shumica e konflikteve shkaktojnë sepse një ose disa persona nuk janë të konfirmuar, nuk kanë pasiguri, dhe si arsye zgjedhin që të reagojnë me agresivitet, me idenë që po kompensojnë për pasigurinë. Është një formë kompensimi. Është kompensim, në kuptimin e plotë fjalës. Ky është një skenar. Por vërteta është tek ne kjo çështja e komunikimit ka shumë aspekte. Një është ai që thash në fillim, që është aspekti i frustrimit. Se ndodhet diçka tjetër.
përveç këtij elementi kulturor ballkanas I mllëfit të akumuluar që kemi ndër vite. Sepse po të kalojmë para viteve 90, fjala ishte baraz me pushtet, domethënë çfarë fliste një i pushtetshëm, atë duhet të dëgjonin të gjithë dhe liria e fjalës ishte shumë i kufizuar, madje cënoheshe edhe me jetë. Po. Në rast se ti kishe fjalën e lirë dhe shpreje diçka që ishte kundër sistemit. Ndoshta është ky presioni dhe kjo mbartja ndër vite e gjithë mendimeve që shpërtheu në një mënyrë të pakontrolluar te individët. Mund jetë kjo. Edhe nuk arritëm atë ekuilibrin që kalimi nga izolim në një lirshmëri të fjalës, nuk arritëm të ndjekim atë linjën ose balancat e duhura, po kaluam nga izolim edhe mund të shprehim çdo gjë pa e matur. Mund të jetë kjo. Sigurisht është shumë interesant nëse do kishte një studim për këtë gjë sociologjik, po me atë përshtypjen time besoj se edhe kjo mund të jetë, sepse përshtypja e parë që krijohet është kur ka ndrydhje, njeriu ka tendencë të kompensojë atë pjesën e ndrydhjes. Por kjo është aq sa është edhe kolektive, është edhe individuale. Dhe kjo nuk kam përshtypjen nuk ndodh vetëm këtu në Shqipëri dhe në Ballkan, po ndodh është fenomen njerëzor. Kur shumë njerëz nuk ndihen të plotësuar me vete, ndrydhin, edhe sa herë që shohin diçka jashtë i triggeron ata, që i ngacmon ata, nuk reflektojnë, po reagojnë direkt me agresivitet, sepse duke qenë se nuk ndihen të plotësuar me veten e tyre, duke sulmuar atë tjetrin, pa ndonjë argument solid, po thjesht në një mënyrë totalisht emocionale, krijojnë një iluzion pushteti, një iluzion rëndësie që të kompensojnë. Pra shpërsia baraz me pushtet. Po. Kështu e perceptojnë shumica e. Kjo është një gjë që ndodh shumë shpesh. Edhe në këtë rast kjo nuk ndodh vetëm në kulturën tonë shqiptare dhe ballkanase, por është në gjithë botën. E kam bërë re. Dhe ku kam të vepruar me të huaj. Me këtë gjë. Po këtu është pak më e theksuar. Faktën kështu e shoh. Këtu ndoshta është më brutale, më drejt për drejt, më intensive, sepse është temperamenti jonë, Ballkanas, jemi më gjakxet ne. Kurse ndoshta në vende më, ku diun, ndoshta si Europa perëndimore, është pak më i sofistikuar, më i zbutur. Por në thelb është një gjë. Dikush është më pasiv agresiv, kurse ne shqiptarët jemi ndoshta më shumë anojmë nga agresiv në drejt për drejt sa pasiv. Po që ndikon në formën e komunikimit, ky kompensim, kur dikush nuk ndihet i plotësuar me veten, dhe të gjithë kemi boshllëqet tona. Por paktën disa i njohin ato, edhe i pranojnë, edhe ose punojnë ose i pranojnë, bëjnë paqe, dhe kur e kapin veten që duan të sulmojnë tjetrin, ndalojnë, reflektojnë. Po kjo nuk ndodh. Përveç gjak nxehtësisë që kemi, ka të bëjë kjo dhe me nivelin kulturor, me formimin e individit. Po. Ka të bëjë shumë me formimin e individit, sepse normalisht në një terren, në një klim ku ka kulturë, sepse nuk dua që t'ja mveshim gjithë këto pasoja vetëm gjak nxehtësisë. Sepse e shohim kështu ne si vetmbrojtje, kam vënë re që ose jemi shqiptar edhe ose jemi ballkanës, ose jemi gjak nxehtë, edhe e marrin kështu këtë si vetmbrojtje. Po. Të justifikojnë çdo lloj sjellje. Është një lloj racionalizimi, justifikimi, që hajtë se kështu jemi tani. Po. Ose justifikojnë edhe nga që mënyra e të shprehurit e ashpër edhe banale është bërë norm tashmë, edhe thonë ose tashmë të gjithë flasin kështu, ose kështu e ka natyrën X individ. Po, shumë mirë që më kujtove këtë gjë. Po para se të shkoj te kjo, jo më kot e preka edhe pjesën përtej Shqipërisë ndërkombëtare, sepse realisht ky fenomen është përtej temperamentit ton Ballkanas. Dhe te kjo që the, është një fenomen shumë interesant të veni përshtatjes e pranimit. Normalisht që kur jemi në moshë fillore, se fillojmë klasat e para, kur shohim një shoqëri që përdor një farë fjalë zhargoni, një farë fjalori, dhe ne nuk e përdorim, në mënyrë pavetëdijshme krijohet një presion shoqëror. Që nëse ti nuk flet si krijohet një model. Po, një model. Nëse ti nuk flet si shumica, nuk dukesh cool, dukesh si ky i çuditshmi. Edhe kjo, sidomos për një fëmijë që ende nuk
i ka zhvilluar siç duhet mekanizmat mbrojtës emocional. Ka nevojë të ndihet, është ajo ndjesia e përkatësisë, të ndihet pjesë e grupit. Fiks fare. Domethënë, fëmia ka shumë rëndësishme që të pranohet në grup. Jo se ne se kemi, po ne kemi në këtë fazë të jetës tonë, në moshë madhore kemi zhvilluar një farë autonomie, një farë pavarësie dhe jemi më selektiv. Kemi standarde më të qarta, pra vëmendje në punë. Fëmia nuk ka bërë këtë gjë, e ka më shumë prioritet. Kam dyshimet e mia që edhe mosha e rritur ka standarde, sepse këtë gjuhë po e hasim në të gjitha grup moshat. Po. Do idealja kështu do të jetë. Po. Në kushte ideale duhet të jetë ajo. Duhet të jetë kështu, por normalisht nga e thëna të bërësh një det i tërë, kemi dakord të këtë pjesë, por që të kthehemi te fëmijët është kjo. Pra fëmia ka shumë rëndësishme të ndihet i pranuar në shoqëri. Është një nga prioritetet. Fëmia do të luajë, do të kalojë kohë në shoqërinë, do të jetë i përfshirë, dhe në momentin që kjo shoqëria përdor një fjalë zhargoni, një fjalë fjalori, dhe ky fëmia i bën rezistencë, dhe nëse i bën, tregon që ky fëmia ka një potencial shumë të mirë. Po nëse si bën, prap nuk tregon që ky fëmia s'ka shpresë, po ideja është që ka një trysni shoqërore. Dhe kjo trysni shoqërore shumë shpesh ndodh, kjo kam përshtypjen ndodh në mënyrë pavetdijshme, e bën fëmijën që këtë dilemën e madhe. Sidomos te fëmijët, po ndodh në mënyrë pavetdijshme. Po, kalon këtë dilemë fëmia shakespeariane, ti jesh atë mos ti jesh, fëmijë është të përshtatet ose këta, apo mos përshtatet si këta. Te fëmijët kemi dy situata, në fakt. Ka fëmijë që kanë një model shembullor nga familja, ku flasin në mënyrë korrekte, dhe kur shkojnë në shoqëri, në ambiente publike, shkolle ose aktivitetet ndryshme, përshtaten me grup moshën e vet, me shoqërinë dhe flasin fjalë jo të përshtatshme, por ka edhe fëmijë që njëjtën formë të foluri e kanë si në familje, edhe kur dalin jashtë saj. Ka, sepse varet, ka shumë element. Varet se çfarë. Tashi, kush është më i pa shpresë nga këto dy fëmijë? Për mendimin tim të gjithë kanë shpresë. Thjesht fëmia ka nevojë për dikë që ta edukojë, një prezent, një shembull të mirë, që ta edukojë, ta frymëzojë, dhe në ato momente ku fëmia qoftë në adoleshencë, nuk mendon shumë, ndoshta ka tendencë mos mendoj me shumë plan afatgjat, ky model edukues të mund ta mbështesi. Kështu që nuk mund të them që ky ka shpresë, ky s'ka shpresë, të gjithë kanë shpresë, sepse fëmia nuk e di. Fëmia është pak më justifikuar se ne. Jo, duke qenë se familja është themeli kryesor, edhe primar ku del fëmia, dhe në rast se në familje flitet një gjuhë jo e përshtatshme, si dhe në ambientet shkollore, ai edhe kur vjen në familje prap i mbështetet kjo, i përforcohet. Normalisht i bie që nëse ky fëmijë ekspozohet vazhdimisht ndaj një modeli të ngjashëm, qoftë në shoqëri e qoftë në familje, normalisht i bie që si pjesë e personalitetit të tij mund të integrojë këtë element agresiv. Kjo mungesë vetëpërmbajtje, kjo mungesë reflektimi, kjo mungesë përgjegjësie, e shumë forma tjera normalisht. Ose ka raste kur ka një model të fuqishëm në familje, shpresoj jo imponues, thjesht me autoritet, jo autoritar. Një figurë që respektohet. Një që respektohet, edhe një model jashtë që është e kundërta, që e shtyn më shumë të jetë jashtë ferve. Dhe ka raste pafund. Këtu personaliteti i fëmijës është aq ndryshe njëri nga tjetri, saqë ka raste ku dominon shoqëria sepse ka ngërçe familjare, dhe ka raste ku fuqia e familjes, dashuria e familjes dhe e familjes i mbivendoset pjesës shoqërore. Ose ka dhe raste ku fëmia ka dy jetë paralele. Bën një jetë si punë e Batmanit, një jetë të shoqëria dhe një jetë. Po e kuptoj, por ka shumica e individëve, jo vetëm me fëmijëve, po dhe mosha të rritura, flasin në një gjuhë të papërshtatshme, kryesisht banale, se ajo është që na vret shumë veshin, përveç gjuhës të ashpër. Edhe ju bëhet si pjesë normale e fjalorit të tyre. Dhe duke qenë se normalizohet kjo gjë, nuk e vën më re që të flasin në atë formë. Po. Në fillim po. Shumë kam përshtypjen, dhe me sa më e mendon, se unë kam patur eksperiencat e mia. Të gjithë kemi ato eksperiencë. Në fillim është pak e sikletshme, po pastaj ndodh një përshtatje në nivel psikologjik. Dhe njëri fiton një lloj imuniteti ndaj fjalorit. Edhe në nivel gjuhësor, bëhet pa e kuptuar ti shprehesh në atë formë,
Dhe neurologjik krijohet një lloj shoku. Shoku ndoshta pak themi i egzageruar, po që krijohet një lloj mungesë reakcie, një lloj diskomforti. Pastaj duke përsëritur vazhdimisht atë term, atë lloj të foluri, bëhet normale pastaj. Dhe këtu qëndron problemi që sepse s'ka na bëhet në formë normale, na bëhet normale. Bëhet normale sepse s'ka një autoritet që të shërbejë si pasqyrë e ta vë para asaj përgjegjësisë që një fëmijë mund të ketë, edhe ti bëj të kuptoj që ti nuk mund të thuash çfarë. Jo vetëm fëmia, këtu po flasim të gjitha grup moshët. Po fillon nga familja. Kjo fillon nga familja, po mund të ndodhi në çdo. Kam pasur një eksperiencë personale që ka qenë një klient dhe ishte bërë kjo shpreha banale, ishte bërë si një gjuhë normale, siç po flasim që standardizohet. Domethënë anormalja kthehet në normale dhe këtu arrin shqetësimi kolektiv pastaj edhe që duhet diskutuar. Shpreh në formë banale dhe mua më bëri përshtypje. Okej. Edhe shpesh, dhe pa vënë. Po, e fuste kështu si themi ne për shembull faleminderit ose më fal, ai fuste atë shprehjen. Okej. Edhe nuk e kuptonte këtë gjë. Edhe unë i tërheq vëmendjen e i them që më fal, a ke respekt për veten, edhe ai nuk e kuptonte që fliste në atë formë, tha pse çfarë po them unë, që ty nuk po të duket e respektueshme. Imagjino deri në çfarë pike arrin individi që kjo gjuhë standardizohet, bëhet normale dhe nuk e kupton më që nuk ka diçka që s'shkon. Po se më shumë se ky njeri ka jetuar në një klip shoqëror të tillë që nuk i ka shërbyer si pasqyrë. Normalisht atë kliente për Zoom sepse kishte edhe probleme të tjera përveç kësaj, po gjuha ishte në atë nivel sa edhe në veshin e një mashkulli që në meshkull zakonisht jeni të rahur. Po. Me zhargone. Bëte zhurmë edhe të fillonin të ndiqnin veshët. Okej. Por që e përmenda si rast sepse i ishte bërë një fjalor aq normal atij sa ai nuk e kuptonte që fliste në atë formë. Dhe kjo është shqetësuese, se kjo bëhet edhe te fëmijët e vegjël, që është brezi i ardhshëm. Ne kemi një ashpërsi edhe në media, edhe në shembujt që ndiqen nga të gjithë. Okej. Edhe prandaj edhe është ngurtësuar kjo formë. Është ngurtësuar sepse s'ka element që ti jetë si pasqyrë dhe si korrigjues. Që në momentin kur ky fillon breshëritë e tij epike me terma, thotë stop një sekond se tani ka ca rregulla këtu. Prekëm këtë aspektin që thej që meshkujve ju është vrarë më shumë veshi dhe normalisht e dim gjithë në të gjitha kulturat meshkujt janë më të prirur që të flasin në një gjuhë më të lirshme, më vulgare se femrat. Aktualisht në Shqipëri e kam vënë re edhe kur kaloj në mënyrë rastësore, shoh një grup vajzash adoleshente ose 20 vjeç ose 30 flasin një gjuhë që nuk ka dallim nga meshkujt. Okej. Do të thonë, kuptoj, jo se është okej. Edhe kjo është për të ardhur keq, sepse nuk është se po bëjmë ndryshim këtu se gjithë duam barazi tash që jo, duam barazi gjinore si dhe në formën e të shprehurit përveç tjerave, po është problematike sepse femra është figura primare në kuptimin që edukon fëmijën, është më afër fëmijës. Edhe një femër që flet në këtë formë kaq vulgare, çfarë fëmijë dhe çfarë edukate do të transmetoj? Po ndoshta do maturohet çik më shumë, derisa të bëhet nënt. Shpresoj. Por që i kthem asaj që thash, duhet gjithmonë një element që është pasqyrë, sepse ne njerëzit kemi si mekanizëm mbrojtës ta marrim çik vetëm me të mira. Shumë shpesh. Diçka që realisht është e tepruar, ose diçka që i shkakton problem tjetër, shumë ose pak, ndonjëherë e neglizhojmë, themi, ama ha se s'ka gjë. Pra e kemi çik këtë mekanizmin, kush më pak, kush më shumë, kush më pak, t'ja redhatojmë vetes sa gabime, t'ja zbusim. Kështu që nevojitet një pasqyrë e jashtme, dhe një lloj sistemi korrigjues autoriteti, pa që një punues normalisht që ti thotë prit një sekond tani se këtu po e tepron. Këtu më qëndron te sistemi. Mund të jetë familja, shkolla. Pra ideale do ishte që të jetë. Po kur familja ndërtohet nga individ si këto që përmendim. Nuk ka ky sistem. Dhe çfarë ndodh përforcohet e kundërta. Ky lloj fjalori bëhet normal dhe ekziston dhe mundësia që të
zhvillohet akoma më shumë, të përhapet e transmetohet. Pra, prandaj duhet që të bashkëpunojnë, si po thosha, familja me institucionet edukuese që të jenë uniform të dy. Dhe të dytë mund të kenë para shumë gjatë standarde për sa i përket komunikimit. Sepse shoqëria do e mbit veten, të gjithë na kanë ndikuar, sidomos burrave, meshkujve, që të jemi çik më direkt, më të drejtë për drejtë, sepse është vetë çështja e testosteroni, po të hyj më thellë kësaj gjëje, tek fjalori, tek të shara, tek gjitha ndikon testosteroni. Të jemi sinqertë, ashtu sikur që ndikon edhe ai qara nga estrogenet. Po kjo është një pjesë më e thellë që sepse do kemi kot ndikojmë. Kështu që ne kemi çik më shumë tendencën për të gjë, ose në sakt niveli i testosteronit, që mund të jetë edhe tek gratë, saqë që është edhe tek ne, po në përgjithësi te meshkujt është më i lartë. Por megjithatë, pavarësisht kësaj, duhet ky element i kundërbalancuar, si të flasim në një formë që është e denjë aty ku duhet, fisnike aty ku duhet, edhe mos ta banalizojmë tepërsisht. Akoma dhe ai banalizimi ka vendin e vet, jo të bëhet rrugë, sepse pastaj bën vetëm dëme, nuk. Si duket ty një femër që flet në gjuhë banale? Po të flasim nga mëngjesi deri në darkë, semra do të seriozisht. Sepse këtë bën banaliteti. Banaliteti shkatron jo vetëm nga mëngjesi deri në darkë, po edhe kur do të duket si më interesante ndoshta, e shohin si armë që po them diçka që të bëj përshtypje. Nëse mendon që kjo është mënyrë për duket interesante, do e bëj shpesh, thëgjë. Kështu që besoj se do e bëj shpesh, edhe do e reflektoj shpesh në të folurit. Dhe unë jam i këtij mendimi që në përgjithësi, kur ke një raport të ngushtë shoqëror, ke tjetër komunikim, dakord. Ndoshta mund të kalosh atë limitin. Po dhe aty prap ka ca kufin, po kur bëhet pa limite fare, shkatërrohet çdo lloj raporti, sepse kur flasim me një gjuhë që është totalisht banale, çfarë transmetojmë në këtë gjuhës? Mungesë reflektimi, mungesë vetëmbajtjeje, mungesë respekti për gjendjen e atij tjetrit. Nuk e reflekton njëri këto në përgjithësi, shumë rrallë, po kjo ndodh në të vërtetë. Të transmeton këtë gjë, dhe normalisht kur s'ka vetëmbajtje, kur s'ka respektim kufish, kur s'ka mungesë respekti për gjendjen e tjetrit, çfarë raporti do ndërtohet? Nuk ka. Dhe një nga mënyrat më të mira për ta reflektuar që dikush as i vlerëson fare këtë gjëra, që s'ka as një lloj vetkontrolli, as një lloj mungese, as një lloj respekti për tjetrin, as një lloj respekti për tjetrin, po gjuha, mënyra e të folurit është edhe një tregus respekti për veten, mendoj. Është gjithmonë, kështu që është respekt në dy anshëm, po. Gjithmonë. Është respekti i dy anshëm, absolutisht, jam shumë dakord. Kështu që gjuha e shkatron për të arsye raportin, sepse në mënyrë pa e kuptuar, në mënyrë të pavetdijshme, shkatron, i gryen raportet. Kurse kur ka një lloj standardi, gjuha shkatron edhe ndërton njëkohësisht. Po, ta korrigjoj veten. Gjuha që është totalisht banale, ose shumë banale, shkatron raportet. Jo vetëm banale, po dhe e ashpër, po thëjmë. Edhe ashpër, normalisht, sepse ironike, tepërsisht ironike. Edhe ne jemi një shoqëri tepër ironike. Po. Unë personalisht jam shumë tolerant ndaj njerëzve që janë ironik, i biskip, nuk jap shumë rëndësi, por ndoshta me të drejtë, njoh shumë persona që i kanë problem, njerëz që bëjnë shumë ironi. Se dhe ironia ka vendin e vet. Ka lezetin e vet. A janë inteligjent njerëzit që janë ironik? Sepse kështu e perceptojnë veten, ose i japin vetes një lloj shpërblimi sa herë që shprehen me ironi, apo është një tregues dobësie të ai individi? Unë mendoj kështu që nëse ironia bëhet në vendin e duhur, në kohën e duhur, është një shenjë inteligjence edhe vetëpërmbajtje dhe pjekurie emocionale. Sepse një person që bën ironi në vendin e duhur, nuk ka skenar perfekt, po një vend duhur, me vend, flet pak edhe mbar, pak edhe sakt. Pak edhe sakt, do thotë që ky person jo vetëm që është i pret dhe dallon ku të ndërhyj, si punë e kirurgut, por ka edhe kontroll emocional që ta di ku ta bëj. Kurse kur ironia bëhet vend e pa vend, tregon që ky person mund të ketë shumë komplekse, shumë inate, dhe mendin e ka vetëm ku të kapi tjetrin gabim, edhe ka edhe ngarkesë emocionale, dhe kjo ironia shpesh tregon më shumë që ky njeri ka frustrim, ka një lloj cinizmi të tepërt, edhe gjithmonë e drejton shigjetën jashtë, sepse i kthehemi asaj që thash më parë, që ndoshta ky person ka një frustrim të brendshëm, edhe në pavetdijshëm një mllëf të brendshëm. Një mllëf të brendshëm, që është akoma është metastaz frustrim, është më i kristalizuar brenda psikikës njeriut. Dhe mënyra si të ndihet i rëndësishëm ose i pushtetshëm është duke
duke tepruar me këtë cinizmin. Ka hedhur vetëm shigjeta jashtë. Që në këtë rast, kjo ironi, në mendimin tim, jo vetëm që është inteligjente, por nuk është as e mençur. Është e kundërta. Se mund të jetë diçka që nuk është shumë e intelektuale e përpunuar, por është diçka e mençur. Mund të thotë me fjalë të thjeshta, por është e mençur. Në këtë rast nuk është asnjëra as tjetra. Nuk ka as përmbajtje intelektuale, as leksik që të elaborohet, as mençuriska që ta ketë në momentin e dur. Po njerëzit që bëjnë shaka të tepruara. Njerëzit që bëjnë shaka të tepruara mund kanë përshtypjen. Mund të jetë një kategori njerëzish. Harrojnë nga bullizmi? Kur bëjmë shaka të tepruara? Po. Sepse shaka quhet para që sa ai tjetri e toleron. Në momentin që tjetri nuk e toleron, rresht se që një shaka bëhet tallje. Kjo është diferenca. Ne në përgjithësi e përdorim shumë ose po tallesha, ndërkohë që duam të themi që ose po bëj shaka. Nuk kanë njëjta gjë. Dhe me sa kam vënë unë kam korrigjuar shumë mirë them mos thuaj tallem. Sepse talle do të thotë kështu. Shaka do të thotë tjetër gjë. Talle është vënia në lojë. Po, nuk mund të tallesh me njerëzit. Po mund ta provosh, po ka pasoja në disa raste. Më një sy të nxirë ose ku diun. Kështu që shakaja për mendimin tim është e shëndetshme, sepse dhe raportet njerëzore s'kan pse të jenë tepërtisht të ngurta, serioze. Ky është ekstremi tjetër i atij banalitetit. Duhet që ka shakaja, është ai ingredienti magjik që i zbut sa inate, i forcon lidhjet, shpreh dashurinë, pse jo. I forcon lidhjet ose i shkput. Nëse jo gjithë janë të hapur ndaj shakave. Po kjo pra është diferenca, sepse shakaja ka një person që është dhënësi dhe një person që është marrësi. Nëse ky personi që bën shaka sheh vetëm pjesën e vet, si dhënës, po nuk është shaka pa krip. Kurse shakaja me krip është kur ti konsideron edhe personin tjetër. Po kur është me krip edhe tjetri e keq kupton. Komunikim. Pastaj do e marrë përterës ditë. Tani kështu janë raportet njerëzore. Nëse vlerëson atë person, do ta marrësh përterë se kishte zgjuar keq atë ditë. Edhe e mori për keq shakan. Lëre atë muhabet, diskutohet pas nesër. Do të thënë pse të vuajmë. Në disa raste. Nëse ai person ka realisht rëndësi për mua. Nëse s'ka rëndësi, pastaj ndryshon puna. Po kjo është diferenca e shakas. Pra, duhet ajo kripa e shakas është që ti ta kuptosh momentin e dur, dhe ta kesh mendjen vetë çfarë të thuash, ti jesh i vetë absorbuar, që çfarë po them unë, po të vëzhgosh çka tjetrin, thosh çfarë gjendje është ky tjetri. A mban, as mban, pa ta pyesni si është, ndoshta po ja fus kot. Kjo është ajo kripa që e bën shakan më me vend, edhe që i forcon lidhjet. Edhe një gjë tjetër do të shtoja unë është një shenjë mungese maturie, është një person që bën shaka sapo njeh një person pa filtra. Kjo është mungesë maturie emocionale. Sepse normalisht nuk mund të bësh shaka me një person që sapo ke njohur, siç bën me një person që ke një jetë që e njeh. Për të arsye, kjo është fazë njohjeje, ku ti e njeh personin, e njeh çfarë sens humori ka, sepse është një gjë shumë interesante, secili prej nesh ka një sens humori që nuk është i njëjti. Ndryshon në varësi të personalitetit të tij, dhe shumë mirë. Edhe ka raste që nuk kanë përputhje senset humore. Një gjë mua më duhet çaka, ty s'duket çaka, e thot çfarë thot ky, na fut kot. Vetë qesh. Ndërkohë që për një tjetër kjo mund të ua, sa gallat që ishte, sa mirë tha. Kështu që është edhe kjo gjë. Pra dy gjëra. Një duhet ti desh kohë raporti që të maturohet para se të arritësh edhe shakan. Dhe dy duhet sigurohesh që përputhen senset e humorit. Dhe nëse përputhen s'ka gjë të keqe. Ti është ke parasysh, mos ta ofendosh tjetrin, apo diun. Tash si shoqëri ne që shprehim gjithë mllafin, sa e kuptuam që kemi shumë mllaf brendshëm. Për arsye historike, sociale, ekonomike. Po, më kujtova një gjë. Jo, vazhdo. Një element tjetër që është një amplifikues shumë i fuqishëm i këtij mllefit, edhe i këtyre sulmeve, i këtyre luftarëve tastierave, i agresivitetit qoftë në rrugë, po edhe në sa do e prekim social media. Okej. Në pjesë të dytë atë. Është elementi social mediave. Do e prekim pak më vonë. Po thoja, unë më mendimin, po që ku mund ta shfryjmë ne këtë mllëfin dhe jo në gjuhën e përditshme dhe jo t'ja shfryjmë tjetrit që çado lloj qoftë koleg pune, partner, fëmijë, shok, shoqe. Si mund ta shfryjmë në një formë më të shëndetshme që ta zbusim dhe këtë formën e komunikimit, të jemi më të ndërgjegjshëm. Po.
A e mendojmë ne si shoqëri fjalën para se ta nxjerrim nga goja? Unë do thoja që në shumë raste jo, edhe se kam bërë një studim statistike të themi jo, po. Ky është para gjykimi imi. E jam i vetëdijshëm të gjithë, me sa kam nuhatur unë në shoqërinë shqiptare, më shumë jo. Fatkeqësisht. Uroj ta kem gabim, por më shumë jo. Çfarë do thoshe një? Çfarë mekanizmash mund të jenë efektiv që ta përmirësojnë situatën? Se më ndihmove. Është një gjë që unë e them me shaka shpërthimi kontrolluar. Siç e bën në ushtri, kur ka ndonjë zonë minuar diçka që bëjnë shpërthim kontrolluar që ta neutralizojnë mos përhapet shpërthimi. Edhe në analogjikisht në psikologji mund të bëjë të njëjtën gjë. Është e rëndësishme që ne të zhvillojmë mekanizma kur t'ia kapim vetes ato shenjat e para të stuhisë, që me shumë gjasa do shojnë në një shpërthim, edhe të krijojmë ca aktivitete, ca rituale, ca zakone tona, që të shfrymin natin, që ta shfrymë aty dhe kur të kthehemi tek shoqëria dhe familja ta kemi sa më shumë. Kur nuk keni mundësi të ngjiteni në një majmali, futuni në tualet bërtisni. Kokën te jastiku, se jastiku e mbyt zhurmën. Bërtit në jastik. E amortizon. Bërtit në makinë, ku diu, që zgjohet. Me një thes boksi, ja kjo është e preferuar ime. Po mirë, jo të gjitha kanë mundësinë. Për mendimin tim, shumë zyra punë do të kenë thesë boksi. Ose të ketë një zonë që tjetë e veçuar nga zyra, se edhe zhurma bezdis, kenë thesë boksi. Kur dikush ka një akumulim që është normale të njerëz jemi, shkoj aty, jab cross hook, middle kick, edhe vija aty pastaj i pastruar, i ndriçuar. Okej, për te shakave do të krijojmë mekanizma që ta shfrymë. Kjo është shumë e shëndetshme. Dhe çfarë mekanizma janë këta, tani varet nga secili prej nesh. Po, sa kreativ është secili prej nesh, mund të krijojë mekanizma ndryshëm. Dikush mund të ketë një sport, stërvitje, dikush mund dali për vrap, dikush do të drejtë vetëm, dikush vërtet poshtë stëkut, dhe i mirë bëm se jo. Edhe pastaj kthehet më i pastruar, ka bërë atë katarsisin e vet, dikush me të bërtitur, dikush me të qarë, se ka dhe shumë forma emocionale si shfryet i nati. Po. Në përgjithësi meshkujt e kanë të bërtitura, sepse kanë përshtypjen se ndikon testosteroni. Varet. Po jo gjithmonë. Kjo nuk është. Ka meshkuj që e kanë të shfryrja të Kurse estrogjenet ndikojnë që të shfrytëjnë më të qartë. Ka që e kanë më të bërtitur. Po. Unë për vetes e kam më të qartë. Është ndikim, se të dy kemi të dy hormonet, edhe testosteronet edhe estrogjenet i kemi, kështu. Po unë jam më shumë të bërtitura. Jo, përveç kësaj shakave, them që mekanizma që janë vërtet efektiv. Për shembull, çfarë mund të implementojmë ne në shkolla, mund t'i trajnojmë mësuesit se si t'i menaxhojnë konfliktet me fëmijët. Mund të ndryshojmë modelin se si transmetohet gjua e folur në media, në njerëzit që kanë influencë në shoqëri. Domethënë është një luftë e gjithanshme. Leximi i librit mendoj unë që është një mangësi e madhe në shoqëri dhe që e ka gjymtuar mënyrën e të folurit, shprehurit, qoftë jo edhe agresiv apo banal, po mënyrën e të shprehurit që tashmë është standardizuar dhe është bërë totalisht e gjymtuar, nuk shkruaj më fjalë të plota, po gjë që me shenja piksimi. Domethënë, duhet bërë një punë e gjithanshme, mendoj. Është shumë e gjerë. Është një shkallë shumë madhe kjo punë. Dhe nuk bëhet sot për nesër, fatkeqësisht. Jo, kjo është një punë që t'jap rezultat, duhet të jetë minimalisht 10 vjet punë që të shifet rezultati dhe ndryshimi, nuk është një ndryshim që bëhet sot për nesër. Se e keqja ashtu siç përqafohet, jo ashtu siç përqafohet, në fakt më shpejt përqafohet edhe është shumë më e vështirë dhe shumë më e ngadalë që të zhbohet. Fikse është një farë duhet mbjell, fatikeqësisht. Dhe edukimi e tillë është. Shumë shpesh është një farë që e mbjell ose një fidan me shpresën që të rritet. Më kujtove një gjë shumë interesante me librin. Unë kam pas gjithmonë tendencën, ndoshta ndonjëherë dhe kam që t'i ha fjalën. Edhe fakti që kam lexuar, kam filluar të lexoj më shumë libra, më ka ndihmuar shumë që jo vetëm të artikuloj mendimin, po dhe leksikon me gjuhën e të folurit, edhe artikulimin e zanoreve, të fjalëve. Është leximi, do të thënë, është shumë i vlerësuar. Ndikon aq shumë tek mënyra e komunikimit. Është i vlerësuar, më fal, po dhe i përjashtuar shumë toko fatkeqësisht. Se ndikon edhe të organizosh mendimin.
shumë nga puna që unë kam bërë me veten që të përmirësoj organizimin e mendimit është fa leximit. Leximi më ka ndihmuar shumë të krijoj struktura më të qarta në mendje. Realisht është një mrekullim vete, leximi si proces. E fut njeriu në një proces të brendshëm, që ai sa futet brenda vetes, po e zgjerohet tek bota, po e përdor mendjen time në mendjen e tyre në një formë të mrekullueshme që të udhtojë dhe të përpunojë. Mendoj që edhe na zbut si individ leximi. Edhe na zbut si individ, sepse kjo zona këtu e trurit. E normalisht sa më e zhvilluar të jetë korteksi prefrontal, aq më i zbutur është njeriu sepse ka frerë, nuk është më pa frerë. Nuk është më impulsiv. Nuk është më impulsiv. Do thënë, me fjalë të thjeshta, korteksi prefrontal sa më shumë zhvillohet, aq më shumë frerë ka njeriu. Po sa ka të zhvilluar është. Kështu që modeli më i mirë edhe puna që duhet bëjnë prindrit, edhe gjyshrit apo tezet, xhajat, hallat, në vend të një tableti apo të një telefoni të dhurojnë fëmijëve një libër. Ose të paktën ta balancoj, që nuk e heqin dot tabletin, ta balancoj. Kjo është një gjë shumë e mirë. Ose një strategji e mirë për fëmijët që unë sugjeroj prindërve është kjo. Duke qenë se lojrat e sotme nuk janë shumë të studiuara, sepse lojrat që bëhen bën Nintendo. Në fakt, me që dolëm ke loja, agresiviteti dhe shprehjet banale që kanë fëmijët nxiten shumë edhe nga lojrat që luajnë. Fiks të do thoja. Do thënë lojrat e sotme janë të krijuara më shumë për me prioritet që të kenë përfitim. Me prioritet që të krijojnë varësi. Kurse lojrat që bëheshin para 20 vitesh, 30 vitesh, duke filluar nga vitet 80 me Nintendon, me Segën, etj, kishin standarde shumë fuqishme, standarde të mirëfillta që të kontrollohen që sa e dëmton kjo lojë, ose sa varësi mund të krijojë kjo te psikës së fëmijës, apo sa agresivitet mund të krijojë kjo. Se normalisht çdo lojë do nxisin fare agresiviteti, sepse është një formë që ata agresivitetin e mos ta kanalizojmë jashtë, që të ka pasoja, por kanalizojnë në një botë virtuale që s'ka pasoja. Dhe kjo është deri diku e shëndetshme. Dhe kjo është arsyeja që pse unë nuk luaj lojë. Po. Sepse bëhem nervozohem. Po, mund të jetë dhe diçka pozitive. Dhe lojrat që bëheshin dikur ishin shumë të studiuara. Ishin studiuara që ta dinin për çfarë grup moshe janë të përshtatshme dhe si ti mbajnë në kontroll. Lojrat sot nuk janë shumë studiuara, me sa kam parë. Dhe do dal aty ku do shkoj aty ku do dilja. Një diçka shumë e zgjuar që prindi mund të bëjnë është që fëmijët e sotëm të mund t'i prezantojnë me lojrat e mëparshme që kanë qenë. Një, edhe me leximin, që ta hanë që ka nëse territori që zën këto lojrat e sotme është si një copë torte, të paktën një pjesë saj torte ta zë, një pjesë leximi dhe një pjesë lojrat më të vjetra. Lojrat më të vjetra janë më të shëndetshme. Ose lojrat, aktivitetet sportive. Dhe ajo është një pjesë shumë e rëndësishme. Pra, prindi duhet të mendoj për fëmijën që te kjo pjesa e tortës, ato lojrat e reja apo tabletet apo të zën sa më pak dhe ta zën atë pjesën e tortës ta zën sport. Të zën atë racionet dietik. Atë racionet ta zën sport, lojrat e vjetra, leximi, edhe te sporti përfshi dhe lojrat me moshatarët jashtë, sepse ai një lloj sporti është lëvizje. Që sa më shumë ta zhvoglojnë, se nuk është marrë dot 100% fatkeqësisht. Jo, normalisht që aq më mirë do jetë. Është balans që krijon prindi. Edhe unë kam parë ndodhi shumë herë dhe është shumë pozitive. Se mos kjo pjesa ku fut pak sport, pak nga ato lojrat e vjetra, e pak lexim, tash koka fëmia, sa do bëj? Do lodh, pastaj do flej gjumë. Përveç lojrave, fatkeqësisht kemi edhe rrjetet sociale që të shpërblejnë kur ti flet në mënyrë impulsive, të ashpër dhe banale. Dhe kur ti një zakoni ose një vepre jep pas shpërblimin, bëhet pastaj del jashtë kontrollit. Fiks, kryet, pra edhe këtu, është ajo që folëm dhe herën e shkuar, kryet cikli vicioz i dopaminës. Nëse diçka që në pamje të parë mund të duket jo e drejtë ose mund të gjykohet, bëhet një veprim pak i tepruar edhe duar trokitet. Po, merr dopaminë, shpërblim, dihet mirë ai personi tjetër që okay, kjo që ka më mbush mua, e do e bëj prap, e do e bëj më shumë, Dhe sidomos kur kjo përforcohet me përfitim monetar. Kur kombinohet përfitimi monetar me feedbackun shoqëror, atëherë krijohet një cikël dopamine shumë i fuqishëm. Çfarë i bën kaq të fuqishëm këta luftëtarët e tastierës? Në aspektin psikologjik. Po, i bën
është një fenomen që quhet ka them anglisht online disinhibition, që do thotë këta njerëzit kur janë me adresa anonime, që është mbrojtje dhe pas ta thirrës, heqin dorë nga përgjegjësia personale dhe nga feedbacku i menjëhershëm, reagimi i menjëhershëm, që kur je live ballë me dikë, e para bën përgjegjësi sepse dallohesh kush je, dhe e dyta me feedback për njerësh. Edhe nëse dikush ka një karakter të dobët, edhe një ego, nuk e përballon dot të feedback. Shumë kur është ballë, sy me sy. E çfarë bën zakonisht ata persona, që shumë shpesh janë ata të frustruarit që përmenda në fillim, që janë pa kënaqur me veten e tyre dhe sulmojnë tjerë për të ndier çik më mirë, bëjnë që kërën adresa false, edhe fillojnë hedhin. Po jo vetëm adresat false. Edhe adresa, po. Adresa reale. Po adresa false është një stres mbrojtëse. Jemi shumë taft ne në Shqipëri që të edhin vrerë këtë tjetri. Po. Sidomos Më beson mua në Shqipëri, sepse unë kam bëjë në kontare. Jo, normalisht. Është kudo. Po dhe në Shqipëri është shumë e theksuar. Jam dakord. Jam dakord, është shumë e theksuar në Shqipëri. Mjafton të futesh në disa portale dhe lexosh komente dhe është shumë e qartë. Madje kam parë raste që këto komentet negative, pavarësisht se njerëzit i marrin si janë aq të papërgjegjshëm sa i marrin si shumë të lehta, kupton? Unë thjesht shkruaj një fjali, një koment aty, hedh vrerë, shumë raste edhe shaj, po që nuk mendon më gjatë se çfarë efekti jep kjo. Ka pasur shumë raste që shumë persona publik në rrjetet sociale kanë kaluar në depresion. Po, se kanë paluar dot. Po. Vetëm nga efekti i sulmit në rrjetet sociale. Sepse një koment nuk bën diferencë të madhe. Po kur këto komente bëhen 1 milion, është se pika e ujit që e gryen gurin. Edhe psikika jon ka një limit. Dhe prandaj realisht ndonjëherë është e rëndësishme të bësh detox, si është ky termi trendi, detox social, të shkëputesh. Sepse ndonjëherë një koment është një pikë dhe të gryen shpirtin, psikikën, mendjen. Edhe do të bënë një shkëputje që të rigjenerohet njeriu, është gjë normale. Po që është një fenomen që nuk është i pashmangshëm. Kudo do jetë, sepse ka dhe diçka tani. Secili prej nesh ka këndvështrimet e veta. Kur dalim flasim, kemi atë këndvështrimin ton, kemi subjektiv, nuk mund të jemi objektiv 100%, kemi preferenca të ndryshme, dhe është gjë më normale që dikujt mos t'i pëlqejë kjo që po them unë. Po ka një diferencë që ky person e peshon këtë gjë, e krahason me sistemin e vet të vlerave ose me botkutimin e tij dhe më jep një kundërargument mua. E çdo gjë ku dikush këtë se bën fare, thjesht krijon një paragjykim, i ngacmon ato komplekset e veta inferioritetit dhe thjesht hedh vrerë. Pra nuk është njëjta gjë. Dhe tani këtu do ndaj edhe pak eksperiencën time. Po. Nëse është momenti ose mund ta. Jo, mund ta ndash. Që sa me eksperjenca reale aq më mirë është. Po. Mua kohët e fundit më ndodh më shumë të huaj, sepse ndërveproj më shumë me audiencë të huaj për arsye të disa aktivitete personale, po dhe në Shqipëri. Dikur më mërzisnin këto komente, sepse i merre paksa personale. Kurse sot, pas shumë reflektimi, kanë zhvilluar një mekanizëm mendor, një filtr. Edhe them vetes, tani ky e para, po më jep ndonjë argument mua që pse kjo që po them unë nuk vlen, apo thjesht po hedh vrerë e thon diçka emocionale, ti e kot, ti kështu, po pasi bazë. Thjesht duan të shfryjnë atë stresin e vet dhe pak rëndësi ka se çfarë shkruajnë. Pikërisht. Tani, nëse është kjo e para, unë bëj dy gjëra. Ose i ngacmoj që të marr engagement, që të koment. Dhe bëj sikur më intereson ajo çfarë them, po thjesht ju bëj ai kthen. Po ti e merri tokën në këtë rast, po flasim. Ose ignoroj. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të bësh. Realisht, është të ignoroj se nuk ka vlerë. Kjo është një cikël vicioz, agjon energjik toksike dhe ku shkon asikundi. Okej, jemi dakord te ti, te unë që jemi njerëz të rritur edhe i filtrojmë në një formë. Po ky është filtri i parë. Logjikshme. Po ka shumë të tjerë, sidomos ka edhe mosha të vogla që akoma nuk kanë arritur pjekurinë, që bien pre talljes e fyerjeve dhe ato lejnë pasoja shumë të rënda psikologjike. Po. Prandaj duhet edukimi mbi bullizmin. Realisht, se mos në psikologët e shkollave duhet një edukim shumë fuqishëm. Ndoshta s'do mjaftonte një psikolog, ndoshta duhej më shumë, po thoya, nuk e di tani. Mos të them diçka që nuk e kam studiuar. Ose sot ka aq shumë
nuk dua të përdor termin anglisht content, ka aq shumë përmbajtje. Ka aq shumë individ që edhin informacione përmbajtje nga më të ndryshmet. Në rast se ty nuk të pëlqen Kosta, mund të dalësh nga faqja e tij, të shkosh diku tjetër, nuk ke pse të komentosh. Kjo pra është një njeriu që realisht ose në rast se ti ke një argument apo ke një këshill apo ke një pikpamje ndryshe, mund të japësh opinionin tënd që të nxjerrësh diçka konstruktive. Pikërisht. Aty je i lirë dhe mund të komentosh. Në rast se nuk të pëlqen, shko në një faqe tjetër ku ti e gjen veten, nuk ke nevojë pse të hedhësh vrerë. Pikërisht. Sepse një fjali që ti e merr si ose një koment që le aty që e merr si aq thjesht, ose që nuk është se bëra ndonjë gjë, në të vërtetë ka shumë efekt. Ka efekt ke personi që e merr atë koment, ka efekt ke të tjerët që hyn që lexojnë, sepse jep shembull. Po, e vërtet. Kështu që duhet të jemi shumë të ndërgjegjshëm dhe të mendohemi para se të shkruajmë. Po, absolutisht. Pavarësisht se të vijë impulsi që dua të komentoj, e ka gabim ose kështu, reflektoni, mendoni 2 herë. Fiks, më kujtove gjithë mirë. Të gjithëve na vjen ky impulsi, të jemi sinqert. Do hap feedin, shef scroll, shoh dikush, ndonjëherë s'më pëlqen për asnjë arsye logjike. Ti shku di më jep në mënyrë pavetdijshme ose që unë s'e kam reflektuar mjaftueshëm. Ky person nuk më pëlqen. Ndoshta e kam dhënë gabim, është subjektiviteti im, ose ndoshta realisht e pavetdijshme ime. Po, filtrat e tua janë ndryshe nga të dikujt tjetër. Një gjë që ty duket e bukur, dikujt i duket të shëmtuar, diçka e drejtë, dikujt duket e padrejtë. Por gjithmonë duhet të reflektojmë para se të komentojmë. Absolutisht. Dhe nëse unë nuk jam i vetëdijshëm që pse s'm pëlqen ky, atëherë bëj skip. Mund t'i bëj skip. Pse ka vlerën te ky? Sepse kur dikush edhe vlerë, kjo tregon më shumë për vlerën e atij personi që komenton apo flet, sesa për personin tek i cili po bëhet komenti. Kjo është shumë e qartë. Dhe kur një person e pranon këtë gjë, qetësohet e nuk i jep shumë rëndësi komenteve të tilla. Dhe ka dy gjëra, sepse secili prej nesh në radh parë ndonjëherë harrojmë të shtojmë kontekst kur them diçka dhe kjo keq kuptohet. Kjo ndodh shpesh. E dyta, kemi atë këndvështrimin tonë që s'është perfekt, edhe tjetri zbit dakord. Shumë mirë. Atëherë dy gjëra janë, ose dikush të më injoroj, ka drejtën e vet, ose të më jap një kundërargument, dhe unë jap kundërargument, kjo bëhet e shëndetshme, dhe ndoshta unë kam gabim, ose ai tjetri mëson diçka. Mësojmë nga njëri tjetri, edhe dikush tjetër mëson po. Po. Dhe zakonisht kjo duhet të jetë vlera e rrjeteve sociale në fakt. Kjo duhet të ishte përdorimi më i shëndetshëm. Po, ky është synimi, po. Tani se shmangim do të tas atë pjesën tjetër. Kështu që ky është ai filtri, nëse dikush ka argument realisht, ky tregon që ka argument pse po pozicionohet po jep të, unë jam i pres, edhe nëse s'më pëlqen. Normalisht ndonjëherë do e mbroj atë timen, por paktën e vlerësoj, kurse kur shoh që thjesht një hedhje freri, bëj një nga ato dy gjëra që të thash, po në përgjithësi injoroj. Dhe është gjëja më e mirë. Dhe shqyr sot ekziston butoni bllokut. Po. Bllok, mirëpafshim. Dakor, ti e injoron, por prap ka efekte sociale ajo momenti, sepse hyn shumë të tjerë që e lexojnë atë. Ka efekte. Dikush tjetër mund të marrë zemër nga kjo që edhe pse është në mëdyshje thotë që ka shar X person me këtë koment, okay, i jep stimul dhe aty është ai efekti i turmës. Jo, po flas për efektin. Po flas për efektin që jep në shoqëri. Po, e kuptoj. Kur është shoqëri pastaj që s'është thjesht në rrjete sociale. Jo, po dhe në rrjetet sociale në shoqëri. Se është bërë komunitet. Po. Ja ka llafin e shoqëri në një rrezë më të gjerë. Sepse pastaj kur flasim për rrjetet sociale, flasim për një rrezë më të gjerë. Aty duhet që njeriu të krijojë me këto filtrat, duhet i përfaqësoj këto filtrat. Të ketë besim tek vlerat e veta, e para, e dyta ta pranoj që s'është perfekt, sepse ka edhe një gjë tjetër që mendoj se është e rëndësishme. Ekziston rreziku tjetër. Pra dikush që të krijojë një lloj fuqie të brendshme, një lloj mbrojtje, do të zhvillojë këto mekanizma. Që ta filtroj. Ky person ose ky grup personash, a thjesht po hedh vrerë apo po duket që e ka menduar ti që po them, unë e ka peshuar edhe po jep një argument. Ky është një mekanizëm duhet ta zhvilloj. Ose nëse nuk e zhvillon dot këtë, të mund të gjej mënyra që të distancohet, sa të marrë veten, të gjenerohet, se jo. Nëse nuk e bën dot këtë lloj, nëse nuk zhvillon dot këtë lloj mekanizmi. Po është një gjë tjetër. Zakonisht kur njerëzit bëhen grup, nuk janë me individ në përgjithësi. Dhe humbasin atë
identitetin e Ndërgjegje individuale kalon në ndërgjegje kolektive. kalon ndërgjegje kolektive dhe mbajnë më pak trysni emocionale vet. Po, e shpërndajnë atë pjesën e fajt. Nuk e marrin në mendje vetën e vetja, kritikën vetën e vetja, po shpërndahet edhe krijojnë siguri, mburoja. Edhe këtu marrin edhe guxim më shumë. Edhe këtu edhe s'kan më mendim personal në përgjithësi. Nuk është gjithmonë kjo që ndodh, por shumë shpesh njeriu në turm e humbet individualitetin. Po, ndihet më i sigurt. Me më shumë fuqi, edhe krijon shumë mburoja. Aty ku po të ishte një individ i vetëm, do merrte më shumë trysni emocionale, më shumë kritik, më shumë vëmendje, aty shpërndahet. Edhe nga kjo njerëzit marrin zemër. Dhe kjo do të kuptohet, do ta kuptojnë njerëzit që kur dikush është bërë grup dhe po të sulmon, thjesht ka gjetur një territor ku është rehat, të ndihet siç do të bënte ai vet. Kjo s'do thotë që ata kanë të drejtë, ose ata janë e drejta. Unë ki besim të vlerat e tua, edhe gjykohet me gjatësi. Dhe gjithmonë pa kaluar në ekstremin tjetër. Se është një ekstrem tjetër që është çik narcist si ekstrem. Secili për nesh, kush më shumë kush më pak ka një aspekt narcist. Një pjesë e jona kupton se ne i di më mirë se të gjithë gjërat. Po, unë di gjithçka. Unë di, e kemi të gjithë. Por zakonisht sa më shumë dikush të ketë modesti, të reflektojë dhe të jetë i rritur shpirtërisht, e mban në çek këtë gjë. Po. Dhe tani, kur vendosim të filtrin që thash unë, do të kemi kujdes si mos kalojmë në narcizëm, që kushdo që s'na pëlqen, ta marrim si sulm. Ta marrim një si sulm e ta zhvlerësojmë kritikën e tjetrit. Kur ajo kritika realisht ka përmbajtje, mund të ketë argument, mund të ketë, pra ka përpunuar tjetri. Themi, po. Ik mos e ku merr vesh ti, di unë. Jo, ta i kraj jam dakord, se bëmbron individin që ndaj të cilit bëhen komentet. Unë shumë mallin e kam tek komentuesit në grup. Se janë disa aq agresiv sa edhe pse ekziston ky filtri i fjalëve banale, kështu gjejnë vet. Imagjino sa shumë futen në punë, janë të bindur dhe e bëjnë me paramendim. Është efekt i turmës. Kjo është shqetësuese. Është shqetësuese. Këtu do i themi individit atë që thënë edhe vetes. Ki besim tek vlerat e tua, nëse ti jemi ndërgjegje të qetë, që po bën diçka që është e drejtë, po thua diçka që është e drejtë, po thua diçka që është e duhur, hiq atë vellën e iluzionit, shif për të iluzionit dhe shikoj atë turm për atë çfarë është. Çfarë është ky turm? Janë disa njerëz që janë të pakënaqur, kanë vrerë, janë të frustruar dhe janë bërë bashkë për të sulmuar. Dhe shifi edhe njerëz për atë që janë. Shifi që s'kan asnjë pikë argumenti, s'kan përmbajtje, kanë vetëm vrerë. Edhe mos e lejo që kjo të ndikoj shpirtin të lëndoj. Për sa kohë që ti ke ndërgjegje të qetë, jo 10 për 100 qofshin. Për atë kohë që janë 100 persona që thjesht nuk janë përmbushur, edhe kanë gjetur njëri tjetrin, e të sulmojnë ty, shumëzohen me zero. Reflektojnë dështimet e tyre dhe pavarësisht. Por nëse janë 100 persona që po t'japin argumente, po thonë që nuk e ka bim, e që po ta faktojnë që atëherë duhet të reflektosh të shohësh që po e ke problemin. Për 1, 2, 3, 4, 5 arsye, atëherë jo 100, po edhe një ta thot, duhet ta reflektojë se cili për nesh. Po. Edhe pse ky reflektim disa herë dhem, sepse egoja jon e uren kritikën përgjithësi. Kjo është, pra unë ju uroj njerëz atë që uroj dhe vetes, edhe që i them vetes, që ki besim, mjafton që ti jesh tek e drejta dhe mos e lejo turmën të mposhë shpirtin. Sepse një turm që është boshe dhe që si element përbashkët ka thjesht frustrimin, kur nuk mund ta mbysi shpirtin e njeriu që është me të drejtën, që është i bindur për atë që po bën. Asnjëherë s'ka shans. Sa më shumë ta besoj këtë gjë, ball presionit aq më shumë mund ta. Tash ç'është si mund të gjejmë një mekanizëm që ta zbusim çik këtë turmën? Një mekanizëm që ta për çfarë s'ndo do të çezë. Po, kjo është një gjë. Po kjo është çik çezarianë makiaveliste do thoya unë. Thjesht futi që nuk do të thotë që futi konkurrencë me një tjetrin e do të ndahen shumë kollaj. Kap një kompleks aty, po. Sepse një grup që realisht nuk i bashkon diçka esenciale, nuk i bashkojnë vlerat për çfarë çon kollaj. Dhe zakonisht këto grupet e vrerit, kur nuk kanë një themel të fortë, s'ka themel, kështu që kanë për çfarë të luftojnë. Shpërdohen direkt. Po, do të përdorësh pak teknika të errta. Futi një konkurrencë me një tjetrin, edhe do ha një tjetrin me vëm, nuk është. Edhe nuk do merrem me mua apo me. Kështu që. Gjithu një kockë. Po flasim në ndikim një metodë që shumë pak social, po. Është edukimi, do të thënë njerëzit do të vjen para përgjegjësisë, edhe zakonisht se merr një histori shumë e bukur në mendje. Te Republika e Platonit është një alegori shumë e bukur. Është një bari që gjen një unaz. Kjo unaza ka një fuqi magjike që mund ta bënte këtë bariun të padukshëm. Është një
diskutim që shtron Platoni. Edhe ky Nga kanë vjedhur Lord of the Rings. po fiks, Lord of the Rings nga po di nga filozofët e lashta marr. Edhe ky bariu kur zbuloi këtë fuqinë që bëi padukshëm, shkoi, jo shiguron e mbretit, vrau mbretin, mori thronin. Para se të zbulonte këtë unazën, ishte një personazh që duke shumë i qetë, shembullor, rregull. Dhe kjo lind një pyetje shumë filozofike. Domethënë se a janë të gjithë realisht të mirë? A duan të gjithë synim të mirë apo thjesht kanë frikë autoritetin? Dhe po ti pak thellë sa gjë, përgjigjja do të demotivoj shumë njerëz. Çfarë do të them për këtë gjë? Ky lloj mekanizmi që shumica e njerëzve nuk sulmojnë, nuk hedhin vrerë, nuk bëjnë padrejtësi, ndonë shumë njerëz nuk i bëjnë këto gjëra sepse kanë frikë autoritetin, kanë frikë se mos gjykohen, kanë frikë se mos u prishet imazhi, jo sepse realisht kanë mirësi. E bëjnë sepse besojnë se kjo është e drejta, kjo është e mira. Thën kjo, duke patur parasysh këtë lloj mekanizmi që haset shpesh në natyrën njerëzore, të qenit anonimi jep pushtet edhe liri. Kur shef një grup të tillë, dhe nëse ky person nuk merr vesh me vedisim, duke i folur me parime, duke prek sedër ta thënë pak me gjuhë populli, atëherë bëj këtë gjë tjetër. Vëre para përgjegjësisë, drejtoi projektorin, dhe shumë mirë për shembull sot këto emisionet investigative e bëjnë shumë mirë këtë gjë. Që persona që nuk marrin vesh me mirësi, me drejtësi, bëjnë njerëz kur ai projektori drejton te ata, qoftë 1 apo 10 persona. Dhe kjo është një gjë shumë e shëndetshme, domethënë që të bëhet, që kur ky tur person bullizojnë, hedhin vrerë, nëse nuk marrin vesh me një gjuhë respekti, me një gjuhë të drejtë, me një gjuhë të mirë, vendosi para vëmendjes, para cenimit të imazhit, para përgjegjësisë, e di se do zbuten. E di kur nuk zbutet këtu, vetëm ata që janë sociopatë e psikopatë. Ajo është tjetër muhabet. Po një njeriu mesatar zbutet, sepse ka një ego, dhe egoja uren që ti prishet imazhi. Po, që ti bëhet Po s'ka të bëjë me mirësinë, dhe parimet. Është thjesht mekanizëm njerëzor. Kështu që po ideali është që këtë grup njerëzish ta vësh para përgjegjësi, të thoshë këtij personi po i bëni padrejtësi sepse nuk keni fakte, po i hyni në hak pa gjë, kështu që reflektoni pak, sepse ky nesër mund të jeni ju, ky person. Ideale do ishte të ndodhte kjo, po kur s'ndodh, janë këto mekanizma e tjera. Pra është edhe shkopi edhe karrota. Si mendon ti? Jemi në një rrugë përmirësimi? Në aspektin e komunikimit, gjithmonë. Gjithmonë në aspektin e komunikimit. Unë them se po. Shqyqyr ne kam pak persona që nuk e flakin me kanaçe në rrugë, krahasim me 10 vjet të parë. Ky është progres për mendimin tim. Po tregon që po zhvillohemi shumë kulturalisht, edhe pse nuk duket, unë mendoj se ne si popull po zhvillohemi. Edhe ai të kthej prapë në kontekstin e bisedës sonë, edhe në gjuhë po zhvillohemi. Do të thënë, nuk vjen çështja tek zhargoni, se do përdorim zhargone, po çështja te respekti ndaj tjetrit. Më shumë. Që mos flasim pa e marr në konsiderat tjetrin. Kështu që kemi shumë punë për të bërë, po mendoj që ka progres. Nga aty që norma ishte vetëm impulsiviteti, sot ka filluar të ushqejë një standard. Ndoshta nuk është shumica, nuk e di unë, shumica apo jo, por në perceptimin tim, sikur po krijohet një lloj standardi komunikimi te shumë grupe njerëzish. Edhe secili për nesh mund të bëhet pjesën tonë. Po, ka një vend për zhargonin, ka dhe një vend edhe për një të folur. Është shumë e rëndësishme kjo anë që secili duhet bëj pjesën e vet. Do ta di momentin dhe kohën e duhur. Mos poshtet nga kjo ideja që nuk do e bëj unë ndryshimin. Po. Normalisht që secili mund ta bëj. Po ashtu ndodh gjithmonë. Është si historia e shkarpave me Skënderbeun, që nëse janë shumë shkarpa nuk kthehen. Çfarë thirrje do bëje ti për gjithë që ta ndryshojmë formën e të shprehurit, komunikimit, që të bëhemi më të ndërgjegjshëm, që fjala nuk është thjesht një fjalë e hedhur kështu kot, po ka më shumë peshë se aq. Okej, për te asaj që thash, do thoya që të mund të zhvillojmë zakonin që të bëjmë ca pauza kur flasim ose kur gjykojmë, dhe ta kuptojmë që shumica e raporteve shkatërrohen shumë para se të vijë momenti që ti vë pikën. Ndodhen shumë më parë, ndodhin aty kur e themi një fjalë pa u menduar, edhe nuk adresojmë atë gjë, nuk e diskutojmë, që themi, ok, unë tuaj të prova këtu, e thash pak më tepër.
Kështu që mesazhi im do jetë që të zhvillojmë sa më shumë këtë lloj zakoni tonin mendor që t'i vënë fre vetes, një, sepse ka pasoja, dhe dy, dhe nëse ndonjëherë se dalim, siç se dalim gjithë, po ta flasim njëri tjetrin, ta komunikojmë. Sepse shumica e raporteve nuk shkatërrohen me një shpërthim, po shkatërrohen me gryerje, për mendimin tim. Do thoya që ndoshta janë shumë të rralla raportet që shkatërrohen me një shpërthim. Shumica gryen, edhe kjo mungesa e komunikimit është praktikisht gryerja. E sa më shumë ne të reflektojmë, aq më pak e Aq me fjalë të bukura do themi. Jo të bukura, por Të bukura me vend. Po, me vend. Me vend, fjalë me vend. Se ka dhe momente që do të themi të vërteta të hidhura, po ka ca momente ku duhet ta inkurajojmë tjetrin, të japim zemër. Çështja është dallojmë atë momentin e duhur, kemi aftësi dalluese. Dhe për këta sulmuesit online, kur s'ke, mu më pëlqen shumë ajo shpreha, kur s'ke diçka të mirë për të thënë, më mirë mos fol fare. Më mirë hesht. Po, do ketë gjithmonë. Po, normalisht do ketë gjithmonë, po përpiqemi që secili tregon kush është në fund ditës. Përsa kur ne kemi të qartë se çfarë do të thotë një koment i tillë, nuk na ndikon më emocionalisht. Se kjo luan një rol shumë të rëndësishëm kur dikush e kupton. Sepse zakonisht njerëzit preken sepse nuk ka një filtr të fuqishëm mendor, e marrë të mirëqenia atë koment që thotë ky. Kurse një person që ka bërë punën veten e ka filtr të fuqishëm, thotë stop. Çfarë po thotë ky? Ku po e bazon? Ja fut ka kot, ky që atë është frustruar. Ti s'merr me këto. Kaq, sa më shumë zhvillohen këto lloj filtrash mendor, aq më shumë bie në paqe me veten. Ajo që ndodh është që në mënyrë pavetdijshme, dikush e lë ta absorboj, ta fifi këtë koment, ta marrë me qenë se kush është vërtet. Kur dikush po flet dikush e thotë, "Ma, kjo që thotë është gënjeshtër, ja fut kot." Shumë persona e marrin vërtet, thotë, vërtet, unë ja futa kot. Atëherë unë nuk blej. Lindin pikpyetje dhe dyshime ke vetja. Fillojnë ato rrënjët në mendje, fillojnë rriten. Kurse një person që ka reflektuar, e ka mekanizmat fuqishëm të brendshëm, i shkul të rrënjë para se të rriten. Që në fillim e reflekton, thotë, çfarë po thotë ky? Ky s'ka si argument, ja thotë, okay. Që ka i radhës ky. Sa do vinë, sa do ikin si ky. Pra një gjuhë e zgjedhur, e reflektuar, e mirë menduar, ju jep jo vetëm respekt ndaj vetes, respekt ndaj tjetrit, por ju bën të dukeni dhe më të ishëm edhe më të bukur si njerëz. 100%, më të ishëm, më fisnik, më të bukur dhe njerëz më të botë. Kështu që përdoreni sa më mirë gjuhën. Mos e keq përdorni atë. Kocka s'ka, po kocka thyen. Po. Është shprehje shumë me vend. Shumë me vend.